Jemi kthyer në spektaklin tuaj, jemi këtu në festën e fjalës së mirë. E këngës së bukur në Odeon Radio Televizionin 21. Në këto ditë të lavdishme të epopesë së UÇK-s, të epopesë së jasharajve. Andaj, apropo kësaj, kemi përgatitur një kronikë të veçantë, të cilën do ta ndjekim në vazhdim. Në emër të lirisë. Historia e Kosovës është një histori e gjatë, sakrifice dhe qëndrese për liri. Në kohën kur u shpall pavarësia e Shqipërisë në vitin 1912, Kosova tashmë ishte pushtuar nga Serbia. Shqiptarët e kësaj treve mbeten jashtë shtetit shqiptar dhe në një regjim të ashpërshtypës. Pas përfundimit të luftës së parë botërore, Kosova mbeti nën mbretërinë jugoslave, serbe, ku popullsia shqiptare përjetoi shtypje, dhunë dhe diskriminim të vazhdueshëm. Gjatë viteve të luftës së dytë botërore u krijua një periudhë shkurtër mundësia që shqiptarët të hapnin shkolla në gjuhën shqipe dhe të organizonin një formë administrimi të tyre. Por me përfundimin e luftës, represioni u rikthye edhe më i ashpër. Me shumë se 56.000 shqiptar u vranë, një numër që përfaqësonte mbi 10% të popullsisë shqiptare në Kosovë. Ishte një tragjedi e madhe historike, një periudhë që shumë studiues e konsiderojnë si gjenocid ndaj shqiptarëve. Pas kësaj erdhën vitet edhe më të vështira. Mijëra shqiptarë u vranë, u burgosën dhe u përndoqën. U organizuan aksione të ndryshme represive, si aksioni mbledhjes së armëve, i cili u përdor si pretekst për të ushtruar dhunë dhe terror ndaj popullsisë shqiptare. Po ashtu shumë shqiptarë u detyruan të shpërnguleshin drejt Turqisë. Megjithatë, rezistenca nuk u ndal. Në vitin 1968 shpërthyen demonstrata të mëdha për liri, për flamur dhe për të drejta kombëtare. Zëri shqiptarëve kërkonte dinjitet dhe barazi. Kjo frymë rezistence vazhdoi edhe më fuqishëm në demonstratat e vitit 1981, të cilat u shtypën me dhunë dhe gjak, por që shuan një kapitull të ri në përpjekjet për liri. Një vit që ndryshoi rrjedhën e historisë për shqiptarët në Kosovë, vitin 1989. Autonomia u suprimua, institucionet u shuan dhe një popull i tërë u gjend përballë një regjimi të ashpërshtypës. Por kur historia e rrësohet, lind qëndresa. Në ato vite filloi organizimi politik dhe rezistenca paqësore. U krijuan partitë politike dhe u mobilizua populli përmes Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila arriti të mbledhë rreth vetes gati 1 milion antar. Ishte shpresa se liria mund të vinte përmes demokracisë dhe unitetit. Megjithatë, dhuna vazhdonte. Përndjekjet, burgosjet dhe vrasjet nuk ndaleshin. Dhe atëherë, si vazhdimësi e historisë sonë të gjatë për liri, lindi ushtria çlirimtare e Kosovës. Nga radhët e saj dolën figura që u bën simboli një epoke. Zahir Pajaziti, Luan Haradinaj dhe komandanti legjendar Adem Jashari. Me 5, 6 dhe 7 mars 1998, në Prekaz u zhvilluan një nga betejat më të mëdha të historisë sonë moderne. Qëndresa heroike e Adem Jasharit së bashku me babain e tij, Shaban Jasharin dhe vllajin Hamz Jasharin u bën simboli sakrificës për liri. Rënia atyre nuk ishte fundi, ishte fillimi i lëvizjes së globit shqiptar. Nga kjo sakrificë u ngritën me mira. Nga ajo dhimbje lindi një vendosmëri e pathyeshme dhe nga ajo betejë u ndez flaka e lirisë që nuk mund të shuhej më. Këtë javë ta kemi një protagonist të luftës, një personazh të veçantë, një general, zonja zotri, vjen sonte për ju, për ne, për të gjithë, General Kadri Kastrati. Hajde, General. Afati mirë, urime për të ditë e të të shumë që nga të shpëtu gjallë, të jemi gjallë e të të imba. Faleminderit të vinë ju dhe gjithë të. Faleminderit, u nën ka rritën të ndë. E general, gjithë se erë. Nësi gjitha në, faleminderit për ftesën. E njësa atje.
vërtet, ju sa po kishi përfundu një luft, dhe vini në një luft tjetër. Po 5, 6 dhe 7 marsi ku ju gjeti? 5, 6 dhe 7 marsi isha në Pull, aty ku kum jetuar, në Kroaci, dhe pas vrasjes familjes Jashari, komuniteti shqiptar, në përgjithësi, jo vetëm Pull, po Istra është një rajon bukur i madh, ka disa qytete aty, ka Poreqin, Rovinjen, Pazinin, Pullën, Medullinën, Preventurën, dhe aty u mobilizuam dhe krijuam një shtab krizës për mbledhjen e të mirave, për evidentimin e vullnetarëve eventualisht që duhet nisen për Kosovë. Për në UÇK. Për në UÇK. Ma shumë të jura e ke juva, jo punë, se ishte një oficer që sa po kishe përfundu një luft. 5 vjet në luft të ndodhja. Po, 5 vjet në luft, po të drejtën në Pull jetojnë shumë Serb. Komuniteti Serb është me numër shumë i madh dhe ne është dashur në atë kohë që të marrin disa takime në për vende publike dhe një prej shqiptarëve ngriti dorën dhe tha, zotri, tha, jo po folni për ushtrinë qytetarët të Kosovës, tha, unë s'po shoh, tha edhe në Kosovë, televizionet s'po paraqisin kërkon. Tha, dëshironi ta njoftoni një ushtar të ushtrinë qytetarët të Kosovës, tha, po sigurisht që dëshiroj. Thash, ja ku jam. Edhe faktikisht atëherë unë në një kolektiv në Binagashin kemi vendosur që të nisemi për me njëherë për në Shqipëri e pastaj në UÇK. Ditë të vështira, pa informim, se dinit se çfarë po ndodhte, plus kishit përvojën e luftës. Dhe mu ishim me marrë me mend, çka ka mujt me ndodh edhe në këtë Kosovën, jo vetëm po në këtë rrethim. Ka qenë rrethim i madh. Pa, unë duhet ndalëm pak në Shqipëri, erdhëm atë dhe një kohë të caktuar, një muaj e gjys, nuk kemi mundur që të lëvizëm drejt Kosovës me ndjerin, herojin Ilir Kunoshevci, kam qenë në kontakt, për çdo ditë, në kontakt. A për çdo ditë? Për çdo ditë dhe unë kam servitur 2 grupe në Qarret Kavajës, pasi që veç aty isha qendroja. A fillove me i përgatit më njëherë? Unë fillova me përgatit, ju kujtohet sigurisht edhe opinioni e din emrin e Bekim Shytit, shembull, Shalës, edhe shumë tjerë, djalin e Hasan Ramadanit, po djeves, që ishte dëshmori hershëm në Pollata, po? Jo, ishte në Peran. A, në Peran, Hasani, po. Dhe atë faktikisht i servita këto 2 grupe si njësit elite, si njësit diverzante, ku ata i përcjella për Kosovë dhe thash shkoni jo, përgatitni terren se pas pak nuk do të vonon shumë, do vjedhun atje me juve bashkë. Kur ishe në Kroaci, se po kthehemi edhe një herë në Kroaci, edhe në luftë, e shihje një popull tjetër që po lufton për lirinë e tij. Mendimet shkonin se do ta fillojmë, çka mësove në atë përvojë kështu në përgjithësi? Në drejtën në 1992-ën, unë e kam takuar, kemi qenë një grup i oficerëve të ish Jugosllavisë ku kemi pas takime ko pas kohe. Unë në atë kohë kam takuar një Muharrem Aralusha, ishte kolonel i ushtrisë amerikane që mbulonte Gjermaninë në aspektin e inteligjencës. Dhe kam qenë mik dhe akoma jam mik me te, edhe jam kontakt me te, ku në atë kohë na kemi filluar që të përgatitemi, sepse kemi ditur, edhe pse isha në uniformën kroate, kemi ditur që Kosova nuk mundet të ikë luftës. Sepse ka filluar në vitin 1991 dhe do të përfundon ish Jugosllavia apo shpartallimi i Jugosllavisë me Kosovën. Dhe ashtu edhe ndodhi. Dhe për atë arsye ne jemi përgatitur. Mirë po kur erdhi koha që të futemi në luftë, kur më mbledhu threste gjithë shqiptarët, e posaçërisht kishte nevojë më shumë ti për oficer, sepse është zanati jonë. Sigurisht. Dhe atë nuk ishin gjithë ata që ishin atëherë, 92-93, që ishin lajmëruar dhe ishin regjistruar dhe nuk ju paraqiten, nuk u lajmëruan se vullnetar, mirë po një numër i joni, apo ne 7 oficerët e parë që jemi hinë Kosovë, jemi një grup që faktikisht jemi bashkangjitur secili në ka një zonë dhe aty kemi filluar që t'ia dhom edhe ushtrisë qendrore të Kosovës një drejtim të ri, si njerëz me provojë, si njerëz me akademi, si njerëz me një numër i madh me provojë luftë në Bosnë dhe në Kosovë, dhe UÇK-ja filloi të merr një drejtim të strukturuar me trajnime dhe të përgatitet për një luftë të mirëfillt siç ka qenë lufta në
e 98-99. Po vazhdojmë rrëfimin, por po kthehem edhe në një moment. Kur gjatë duhet vendosmëri, e kishe mbaru një luftë 5 vjeçare, e kishe pa se çfarë dhe prap në momentin e parë u nisë drejt atë dheut për të luftuar për të... Kur gjatë shumë gatishmëri, si shpjegohet kjo? Dëgja, tash unë s'du me thonë veç për vete, po gjithë oficer që janë nisë për Kosovë kanë pas një jetë normale, një jetë bajakit mirë. Unë kom jetu në Bregdetin Kroat, kom pas pagën minimale 5.000 marka në atë kohë, sepse kom pas një biznes timin, e kom lënë gruan me 2 fëmijë pa punë dhe jam nisë për Kosovë, duke mos ditur se a shpëtoj apo nuk shpëtoj. Nuk është e lehtë, duke ditur që fuqin e një ushtrie sërbe, një ushtrie jugoslave, që ka qenë ushtria 4 në fuqin në Evropë, mirë po duke e studiuar doktrinën, duke studiuar luftrat që kanë ndodhur në botë, e morën shembull Vietnamin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një popull që don të luftoj seriozisht, një popull që don të kundërvyhet një ushtrie, pavarësisht se sa është e fuqishme, nuk mund të humb asnjëherë. Për atë arsye unë komentoj që pavarësisht sepse kem pasur ne do informata që në Kosovë janë duke u mobilizuar, janë duke u armatosur nga Shqipëria e ku ta dione, por kur erdha këto situata ishte krejt diçka tjetër. Kishe dëgju më herët për Adem Jasharin, Zahir Pajazitin, si emra jo? Jo, për Adem Jasharin kemi dëgjuar kur është vra familja tina dhe po mos të sakrifica e Adem Jasharit dhe familjes Jashari. Une këtu ju garantoj juve që kur UÇK-ja nuk do të ngritet në atë shpejtësi qysh është ngrit 1998. Por flijimi tyre dhe vullneti shqiptar gjithandej, sepse ne kemi qenë në okupim, kemi qenë në represion të hatashëm vitet 80-ta, vitet 90-ta, shpërngulja, maltretimi, arrestimi, çdo gjë që është e keqe, mos them një apartheid i tërë ndaj popullit shqiptar, që kemi qenë ne jashtë informuar, sepse kemi familjet këto kemi pas, kemi dëgjuar edhe televizionet, neve na ka shty që të vim dhe e kemi ndije veten në atë kohë sikur të ishim këtu, sepse na maltretojnë familjarët tonë, populli jonë. Dhe për atë arsye, ky numër i oficerëve që është hyrë në fillim, unë mendoj që nuk ka menduar fare për jetën e vet, nuk ka menduar fare se a do të vritet apo nuk do të vritet, vetëm ka menduar që të vi dhe të dhonë një argat popullit tim dhe vendit tim. Prej pulës në Shqipëri, në qërret i ushtrove disa djemtri, shisa interesant. Familje që kishin të rënë në luft, djemë të ty në ushtronin e pregaditëshin. Interesant general kjo. Familjet që tani jetën kanë luftu kundër armikut, kanë vazhdu me luftu kundër armikut. Ta them drejten, Sevdain Ramadani, djali i Hasan Ramadanit, që ne e quajmë Osakuka i Llapit, ku ka luftua dhe është derisa është vrarë në shtëpinë e tina, dhe ju ka djegë shtëpia. Ai erdhi, unë nuk e njefsha se që është djali i Hasan Ramadanit. Kur i pregaditon në fund, ja mërsha dona se cilit emrin mbi emrin që fymra që di se kënë e kom trajnua dhe ku do të shkojnë ata. Edhe kur i thash që duhet t'i dhep një donat, kë hezitoj, tha, ja, unë nuk t'i do donat. Thash, o zotri, thash, mu më thujnë komandandaja, po jam Kadri Kastrati, jam i fshatit Katonisht, i Podujeves, tash unë po t'i do donat e mia, edhe ti do të më dhonë se më vynë për këta, jo për diçka tjetër, tash unë do t'i di, askush tjetër. Atëherë nuk hezitoj dhe më dha emrin mbi emrin. Bekim Shyti, një grup prej 5 vetave që grupi i parë dhe grupi i dytë në krye me Sevdain Ramadani që i kom stërvit, them të vërtetën të 10-it e kanë përfunduar luftën gjallë dhe të 10-it kanë qenë komandant të shkëlqyeshëm. Kjo është një dorë të tim të realizuar profesionalisht. Që atyre kanë qenë komandant të njësive speciale në zonat e tyre ku kam në zonat e tyre. Ashtu që unë jam një shumë krenar që ajo puna ime, pregaditja ime ka dhënë frute të mira. Tamam qyshke synu, në akademi, punë, profesionalizëm, pregaditje. Kjo dhe ju ka një mushëm, ishit 7 veta, sigurisht, e prisje me padurim hyrje në Kosovë.
Qysh ka rrjedh ajo? Ato orë, ato ditë, ato netë. Unë Në mbrëmje prej një fshatit Shqipërisë, edhe tamon u bom rrjeshtë, po nisemi, u dëgjun krisma, se ku viri jo larg, edhe Kadri Veseli dhe Hashim Thaçi ishin në kryet kolonës, dhe u mundeshin Kadriu hypin një kulum, një shtëpi të vogël, mundej keme një radiolidhe, do të me ran kontakt me një grup drenicë se çka është ka ndodhur dhe nuk mujto me ra, po e ditën që ka ra një grup në prit dhe e anullum nisën për 24 orë. Unë nesëm bjeshës Pashtrikut, nonën e Shqipërisë dhe u vanu pak, erdhëm deri te gatit e Kufini dhe vlerësun që nuk mundëm me mri në mëngjes atje ku kishëm me mri në Damian Gjakovës. Por, tha, do të kthehemi mbrapa, kush don, kush nuk don, do të flaj këtu në qiell të hapur, binte shi, tash ja nuk kthehem se ecëm 6 orë. 6 orë. Tash unë do rri këto. Edhe kujtohet që kemi nejt aty, unë me Hysni Ahmetin, është i zonës Shëshalit, komandant i brigadës 1-4-1, ja flajshëm, sa mundshëm me flajt në qiell të hapur, po ja ktheshën shpinën njëri tjetër, mos me uftov, mos me na prish veshkët, dhe aty qëndruam deri në mëngjes, ashtu që qëndruam, në mbrëmje pritëm të tjerët që erdhen nga poshtë, më kujtohet shumë mirë, s'kishëm ushqim, kisha ca marrë ka që i kom marrë me vete dhe atje një bari i Shqipërisë kishte 10 kuqe, 10 malit, edhe paguva 10 marka për ma mush një shishe qumsht, dhe me ata qumsht kam mjaftuar që në deri në mëngjes të mrin Damian Gjakovës ku kemi arritur dhe gjithë natën kemi ecur, gjithë natën na ka përcjell shiu, ka qenë një rrugë jashtëzakonisht e vështirë, sot që unë kom thonë në vete, që po edhe 5 vjetë edhe 6 vjetë lufta të zgjatë në Kosovë, unë nuk dalë për Kosovës më. S'kthehem më. Absolutisht. Dhe ku u vendose, në drejt në shtab? Jo, fillimisht erdhëm në Ratkos të Rahovecit, aty kemi qëndruar 2 ditë, 200 veta kemi stërvit për 2 ditë, aty kemi stërvit disa shpejt disa armë që për ata kanë qenë të panjohura, pastaj ishte minaheci dore, si që thojnë antitank, ishte minaheci 60 mm dhe disa armë tjera, dhe pas 2 ditëve kemi lëvizur drejt Likovcit. Ishi 7 oficer, këta 7 oficer më interesojnë. Aty e nalë 2 me urdhën. Këta 7 oficer, kush ishit? Juve? Une, Bisin Zerapi ka qenë edhe më vonë shef shtabi, ka qenë Naim Maloku, Hysni Ahmeti, Kosum Kosumi, Binagashi, edhe një arkiveq. Kujtu? Edhe ka qenë Agin Qela e vra, i vetëmi oficer që na ka vra, e vra në betejën e Lozicës, jo, betejën e Rahovicit. Rahovicit. Po, në betejën e Rahovicit. Unë e kam këndu një kongë në atë kohë, edhe kur më vjen aty, në realitet lidhej se në Glogjan filloj, por rima nuk e kapke, unë e Babaloqi dhe Smolica. Dhe Naim Maloku di kom thonë, shkaku jut, sepse shkroj në atë kohë, edhe morën vesh që Naim Maloku me një grup atje, po kështu, dhe ku në Babaloqi edhe në Smolic, edhe mu lidhe edhe në Rim. Babaloqi dhe Smolica tanë Kosova edhe tanë Drenica. Me gjithate, aty qëndrum një natë, pastaj shtabi, atë me thonë shtab, se s'kishte shtab, po ata që udhëheqin, ishte Hashim Thaçi, Kadri Veseli, ishin një numër aty, vendosen se ku Remi kishte ardhur prej Llapit, sepse para se më vrojë Gjerkonosheci, ai ka qenë kontakt me Remin dhe i ka treguar për mua që unë do të jem atje dhe ai ka ardhur në Likos që mos rastisht po më caktojnë dikun tjetër. Në të marrë. Në marrë edhe me shkuën la, pastaj aty kemi fjet një natë dhe jemi nisë në përmes Oshlanit. Oshlan kemi nejt 2 net dhe në përmes Shalës Bajgores me një traktor kemi zvarkuar në Katuni ku kom lindën në Katunisht. Dhe atë të drejten, unë babën temë se kësha pot ndjerë 9 vite, dhe ata shokët më pyetën, tha, atë qojmë të baba me pa, se dishin ata që se kom pa një kohë gjatë, thash jo, se po më njef dikush e po kanë të lash, ata janë po dujev, po shko merne, edhe mos i tregoni pse
se po thirë po thirë Lami. Lam Maqastena ishte pronori i shtëpisë Ku ishit ju? Ku ishim na. Edhe erdhe, të bie shkurt pak, edhe kur unë pa, jo më shënësit latë. Tha, i kom pas frikë, tha që nuk po m'vjen. Tha, masi po të shë, tha, zemrën e kom ven. Kom pas frikë që nuk po vjen. Tash që po të shë, zemrën e kom ven. Se duhet ta them edhe një gjatë. Duhet ta lidhi në 21 gusht 1976, kur më ka përcjell, jam nis shkollën ushtarak, edhe atëherë pa qajt, tha, birjen, tha, rruga e marrë qoftë. Mos u bë tradhtori popullit ton kurr, pavarësisht çfarë thonash, edhe mos u marto me tetërkom se një ditë do t'i duash Kosovës. Edhe prap tash kur erdha, ajo ndodhi ç'a ndodhi edhe unë emocionova, them drejtën, edhe ishte për mua një rast jashtëzakonisht i emocionues dhe por ata edhe kishëm jetue, ishëm shkollue, gjithmonë e kemi pas mendje me ato kasetat e juve, gjithmonë jemi frymëzue, kemi mojt, edhe ne edhe fëmija e kanë mojt njët, në shpirt e kanë mojt atë shqiptarizmin. Absolutisht, patriotizmin, idenë, dëshirën, kështu. Ishe një garanci e mirë, të prisnin me padurim në Llap, është të vërtet, se sigurisht është folë, flasë në ato qarqet e UÇK-s edhe tash aty shihje shumë të reja, çka do një përshtypje ata djemë dhe ato vajza që kishin dalë në mal për liri, e që në realitet pregaditje kishin veç shpirtin, zemrën edhe vetën e tyne. Unë kur erdha, ishte vetëm njerëzit e ilegales. Dhe me Remin e me shok tjerë vendosën që dalëm bashkarisht me shaljant, dalëm nga shalat, fillojmë bashkarisht në ngritjen e strukturat të UÇK-s dhe të shpërndami zona e shalet për vete, ne të dal nga dal të vizim nga Llapi dhe atë kam fillimisht çka kom bë mas pari, kam trajnu njerëz të ilegales që ti prodhoj shpejt disa oficer shpejt që të ndihmojnë, sepse unë e disha që fluksi i madh i regrutëve ka me qenë shumë i madh, që edhe ndodhi më vonë, dhe aty i trajnova dhe fillu me mobilizue njerëz që jashtëzakonisht shumë ka pas naim me thonë që njerëzit kanë qenë të gatshëm edhe me duar thot, vetëm merrëm në radhët të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Mirë, po ne s'kishim kapacitete, as infrastrukturore, as pajisje, as ushqim, as armatim, as gjë, dhe merrshëm aq sa mujshëm. Grupin e parë, Rustem Mustafa Remi, vendosi që me shku për Shqipëri, i ndam një grup ushtarësh që kanë qenë pak fizikisht më të përgatitur, dhe ajo nisë për Shqipëri, dhe armët e para që kanë ardhur në zonën tonë kanë ardhur pikërisht nga ky grup, kryer me Remin nga Shqipëria dhe atëherë pak e kemi ndje veten pak më të forcuar, më të sigurt. Çfarë do të thoshte tash kjo rezistencë që është biblike, titanike, e 5, 6 edhe 7 marsit, Adem Jasharit, Hamzës, Shabanit, edhe kësaj familje, po aty kishte edhe luftëtarë, se janë dikun 16 luftëtarë të lirisë, që janë vrarë në këtë luftë, në këtë betejë titanike, ku dhe kanë marrë pjesë një numër i madh, numri, kështu e kam dëgju në një simpozium, numri i paramilitarëve, policëve, apo edhe ushtarëve sërbë, ka qenë 114. Qoftë me nonën Zahide, qoftë me Shabanin, qoftë me Ademin e me, do me thonë, shumë biblike, titanike. Ke lexu diçka në historinë e luftrave më herët kështu të ngjashme? Nuk ka ndodhur. Të drejtën nuk ka ndodhur. Jugoslavia në atë kohë ka sulmu këtë shtëpi apo këtë familje, më të mirë thëmë, disa shtëpi atë, duke menduar që aty është një qerë dhe madhe e ushtrisë shqiptare të Kosovës, rezistenca e Adem Jasharit dhe familjes Jashari aty në mbrapa që kanë qenë aty, ka qenë diçka që edhe vetë Kushneri ka thonë nëse do të ekzistonte çmimi Nobel për liri, atëherë do ta merrte Adem Jashari, sepse ti sakrifikosh apo ti flijosh fëmin, ti flijosh gratë, plesht, plakat,
të gjithë për unë një fjallën timin, sa kom qenë komandant i Forcës Sigurisë, kom thonë që Adem Jashari ka thonë më mirë të flijohemi ne se sa të flijohet Kosova, dhe kjo është qëndron ajo çka duhet të them, se ai ka dashur ta flijojë familjen e vet për të mos u flijuar Kosova. Diçka më madhështore. Kjo është diçka që në historia unë s'kom lexuar asnjëherë. Në luftrat për lirisë e gjendë. Që një popull nuk ekziston botë që ka një familje tillë që e bën atë rezistencë. Dhe kjo faktikisht e ka ndezë, e ka ngrit popullin shqiptar fillimisht, por edhe në përgjithësi edhe popujt tjerë. E lëvizi globin. Absolutisht. Lëvizi globin. Unë thamë lëvizi edhe globi shqiptar, edhe globi toksor. Absolutisht. Kjo lëvizi popullin shqiptar edhe miqton, po kjo pastaj ushtria shqiptare e Kosovës e lëvizi globin dhe intervenimi që ndodhi në mbi Çaqet dhe mbi Jugosllavinë. Po në anën tjetër emocione dhe dhimbje për gjithë kombin, në realitet ramja e të gjithë këtyre dhe e një familje që tingëllon absolutisht thash titanike, biblike, madhështore në luftën për liri, në përpjekjet për liri. A ishte një emocion ma shumë që ju bënd të tjeni edhe më të fort në luft? Absolutisht. A keni përdor këtë që t'i forconi edhe shpirtrat e luftetarve? Unë kam dëgjuar edhe ushtarët, ne kur i kemi përgatitur ushtarët për luft, nuk është që kemi pas armatim të sofistikuar dhe pajisjet të sofistikuara që ata t'jenë të vullnetshëm, t'jenë të fuqishëm. Mirë po ne kemi përgatitur në aspektin psikologjik, sepse kemi përdorur çdo herë, nëse familja Jashari dhe shumë familje tjera janë flijuar, kanë flijuar familjet e veta, fëmijë, pse ne mos flijohemi për atë dhëun, për lirinë e Kosovës. Dhe unë them drejtën në përgatitje dhe oficer tjerë që kanë qenë dhe stafit përgjithësi të zonës operative të Llapit, kur i kemi përgatitur, ushtari ka qenë i bindur që me një pushk mund ta ndalë tenkun. Aq i kemi përgatitur ata që janë të fuqishëm, janë më të fuqishëm se sa janë armët e Serbisë. Dhe këtu është ajo fuqia e një ushtrie dëvogël, si ka qenë ushtria shqiptare e Kosovës, që të del përballë ushtrisë serbe. Ushtria serbe, derisa ata ka funi luftës dikun, ne kanë zbulue edhe gjitha të sekretet, sepse ne nuk kemi pas aparate, nuk kemi pas mundësi që të verifikojnë njerëzit se kush na kyçet në brenda UÇK-s. Ata kanë menduar që ne kemi armë që nuk guzojnë të na nisin një ofanziv pa pasur shembull jo një brigadë, por një divizion. E morën shembull betejën e Llapashticës, betejën e Kaçanollit, ku një armatë tërë ka qenë e kyçten në luftë kundër nesh. Kanë qenë tanksat, kanë pas haubicat 155 mm, ka pas raketa Helsa, ka pas mina Helsa të gjitha kalibreve, 120, 82, 60, ka pas gjitha armët e mëshme që i ka Jugoslavia kanë qenë të përdorura. E ne kemi ma shumë të në Gulinove, keni pas? Ne në Gulinove kemi pas, ne kemi pas humbje minimale, për mu një ushtar ka qenë so 1000, po lufta që ka qenë, humbjet ka qenë minimale, suksesi ka qenë një jashtëzakonshëm. Dhe në betejën e Kaçanollit, kur ka ndodhur me 14-15 shtator 1998-s, për herë të parë ushtarët tonë janë ballafaqur me një luftë frontale. Dhe them drejtën, për herë të parë ushtria e Kosovës është thye frontalisht. Është ndalë atë, kanë pas humbje shumë të mëdha dhe është detyruar që të kthehet mbrapa. Prej një ushtrie që në atë kohë, them drejtën, bëhen modest, nuk i kam pas më shumë se 300 ushtarë në këtë zonën operative të Llapit. Edhe kjo tregon atë fuqinë që kemi pas na përballë Serbisë. Jo me armë, sa kemi pas me përgatitje, sepse kemi përdorur një doktrinë krejt tjetër, jo doktrinë frontale, doktrinë sulmuese që kanë Jugoslavia, po kemi përdorur atë doktrinën
ma tepër që kanë përdorur Vietnamët, që kanë përdorur guerilat që kanë qenë suksesshme dhe për atë arsye sot lexosh generalet amerikanë apo generalet e tjerë thojnë që guerila e ushtrisë shqiptare të Kosovës është guerila më e suksesshme në histori të luftrave që kanë ndodhur. E tha generali më i madh Clarku. Guerilla më e suksesshme në historinë e luftrave. Absolutisht. Ushtria Shlirimtare e Kosovës. Absolutisht. Ku keni pas kazermat? Kazermat i kemi pas, çdo shtëpi e shqiptare ka qenë kazerma jona. Çdo non e shtëpive ka qenë ajo kuzhinierka, shefi i kuzhinës. Shefi i kuzhinës që ka punu, ka ndihmuar, edhe na kemi qenë shumë disiplinuar. Unë e di jo një rast, por shumë raste ku i zoti shtëpisë e ka lëshuar shtëpinë, krejt familjen e ka qitë një dhomë dikon, edhe ka thonë kjo është për juve. Për ushtarët, për ushtrinë. Po, absolutisht, ne s'kem pas kazerma, po çdo shtëpi e shqiptarëve ka qenë për neve kazermë. Kazermë dhe mburoj e luftetarëve atë lirisë. Edhe kjo cilësi, karakteristike e luftrave guerile, në asnjë mënyrë e kësaj. A ke pas më dyshje ato ditë? Sidomos të betejave të mëdha, të themi fushatave, të aksioneve të mëdha të ushtrisë jugoslave. Asnjëherë na vetohem edhe them me përgjegjësi të plot. Jo unë si zavendës komandant i zonës operative të Llapit dhe përgjegjës për çështje ushtarake, por as një ushtar pas çdo ofanzive ka dalë shumë më i fuqishëm, shumë më i fortë. Na kanë humbë, na kanë rënë në vinë e frontit, kolegë, ushtar, bashkëluftetar, e kemi ndjerë veten shumë keq, por na ka dhënë moral. Se ai ka dhënë jetën e ne çka të bëjmë. Ne duhet edhe t'ja morën hakun atina, po edhe duhet ta çojmë amanetin aty deri në fund. Dhe kjo neve na ka marrë moralin, na ka marrë atë forcën që na duhet të shkojmë deri në fund edhe duhet ta fitojmë luftën, edhe e kemi fituar në fund luftën. Kemi pas një drejtim të qartë si ushtria shqiptare e Kosovës. Neve edhe na kanë vëzhguar edhe ndërkombëtarët, edhe OSBE-ja. Nuk kemi qenë ushtri me karakter pro-perëndimor. Me ato tiparet pro-perëndimor. Nuk e kemi dashur sepse na kanë shiku a jemi marksista, leninista, apo shëndesëm me grësht, a kemi mujahedin mesin ton që Bosna ka pas shumë të tillë, por ne nuk kemi lejuar asnjëherë, në asnjë çast, që drejtimi jon, misioni jon të ndryshoj nga ai që kemi marrë që nga fillimi. Dhe kjo të drejtën na ka shpëtu edhe na ka dhonë në fund edhe atë frytet edhe e kemi ngrit komplet botën perëndimore në krye me NATO, e kemi ngrit pro Kosovës dhe pro UÇK-s. Në ndërkohë kanë ardhur dhe pjesëtar, po themi, të NATO-s, të ushtrive gjatë ditëve kur po ofrohej çlirimi, dhe ju a kishit një përvojë nga Kroacia në kontakt me ata për një kontakt të mundshëm, për interkomunikim, Ka pas shumë televizione botnore, ka pas prej BBC-s, prej televizione shtetërore të Francës, Gjermanisë, Italisë. Unë kam dhënë shumë intervista gjatë luftës edhe ai morali jon i përgjithshëm. Unë e kum qit para televizione botnore që ne si ushtri jemi shumë të fuqishëm, jemi shumë përgatitur edhe jemi shumë vendosur që luftën do ta çojmë deri në fund. Po makar edhe ai ushtari i fundit, ne nuk do dorëzohemi asnjëherë. Dhe e kanë po këtë vendosmërinë tonë. Pastaj OSBE-ja kur ka qenë me ata protokolla, si thëshin, ata kanë qenë të gjithë oficerë. Kanë qenë gradat larta Shtetet Bashkuara të Amerikës, angleze, shteteve tjera, dhe unë kam pas kontaktet shumëta me ta, nuk e harroj kur një Amerikan, një Mike Team, bisedoj me mua pas betejës së Llafashticës, edhe më pyeti tha këto manevrime që i keni bërë, tha janë të rastishme apo janë të planifikume. Thash ne pa plan nuk bëjmë asgjë. Thash zona operative e Llapit i ka planet edhe pa plan nuk vepron fare. Edhe ajo habet sepse ishte një
një manevrim që ne e bëm si zonë operative Llapit të jashtëzakonshëm edhe aty ja shkatruan 19 mjetet blindume sërve dhe një numër shumë të madh të ushtarëve ja u vram dhe pas 2 ditëve ai që qëndroi në komandën time, aty kafiet, tha me tregu diçka drejt. Tha shurna e nxorni dokument, tha tha jam kolonel i ushtrisë amerikane. Tha më vjen mirë, tha po do të shifemi, tha na shumë shpejt do ta lëshojmë Kosovën, po do të shifemi, tha jo mund civil. E ato ditë të vështira se kanë ardhur në për shtabe, në për kanë ardhur kështu i kanë ardhur para se me hyn ato, ja. Pak para se me hyn ato. Para se me hyn ato kanë zbarkuar në pjesën e Kollakut, aty janë takuar me komandën e zonës dhe aty kanë me Adem Shehun, Fatmir Sopin ata? Po, me Adem Shehun janë takuar me Rustem Mustafën, fillimisht se ka qenë komandant i zonës atje, dhe me këta oficer tjerë. Idris Shabani ka qenë komandant brigadën aty dhe me ta janë takuar, janë koordinuar për hyrjen e trupave të NATO-s dhe për çdo gjë tjetër, sepse ishte veç fundi, ishte para se më nënshku marrëveshja e Kuvanovës dhe kemi qenë gjithmonë në kontakt qysh kanë orë dhe në shtabin e përgjithshëm. Atje kanë zbarkuar me helikopter, ashtu që edhe këtu kanë zbarkuar me helikopter. Ashtu që ne kemi qenë kontakt. Ashtu që nëse akuzohen Hashimi, Kadriu, Jakupi dhe Rexhepi, duhet më akuzohet ata. Po si mas nëse i dëgjojmë dëshmitarët e mbrojtjes, që ma kredibil, ma të fuqishëm nuk ka s'mund të ekzistoj një, sikur që është komandanti NATO-s për Evropë, Wesley Clark, sikur që është James Rubin, shembull Hilli, Christopher Hill, ishte dhe ai Sean Bërsi, që ka qenë shef i inteligjencës për Amerikën. Kosovë ka qëndruar krejt kohën gjatë luftës dhe ai e dëshmon qartë që UÇK-ja është një prej ushtrive që ka bo luftë jashtëzakonisht pastër, që absolutisht e thëmë me përgjegjësi të plot, edhe para te edhe para shikuesve tuaj që në zonën e lirë, ku e ka kontrolluar zona operative të Llapit, kanë jetuar serbët. Familjet serbe kanë jetuar dhe askush nuk i ka prek. Ushtarët e kanë pas urdhër që ata nëse kërkojnë shërbim me ju dhon shërbim, por me kusht që ata armë nuk guxojnë me pas. Dhe ata kanë jetuar shumë normal. Por kjo Hag ose kjo gjykatë, më mirë thëmë, është gjykatë politike. Është gjykatë politike, brumi i saj është marrue në Moskë dhe në Beograd. Dhe dihet që Beogradi dhe Serbia ka investuar miliona, më thëmë qindra miliona euro për me ardhur deri te kjo, për me ma vonë me pos një alibi me padit Kosovën apo faktorin ndërkombëtar se ju e keni përkrah një ushtri e cila ka qenë ushtri genocidiale dhe faktikisht kjo e për ata dhe përdorin. Që unë jam shumë i bindshëm, bazuar në gjitha ato që e kemi dëgjuar, që ata do të kthehen shumë shpejt gjatë këtij viti do të kthehen në Kosovë, familjet e tyre. Simas atyne, po t'ishte gjalla Adem Jashari, për cilin sante e kemi, Zahir Pajaziti, Luan Haradini, Agim Ramadani, do të dënoheshin pse keni luftu për liri. Adem Jashari do të ishte në burg. Zahir Pajaziti që ka vra gjitha ata policë famkeq që kanë torturuar një llap të tërë. Një llap e një Prishtinë, një Kosovë të tërë. Faktikisht që ai ka ekzekutuar me grupin e tij dhe ai do të ishte atje. Ashtu që ne nuk kemi luftuar kundër civilëve. Ne kemi luftuar dhe kemi vrarë ushtarë dhe policë që kanë qenë okupues këtu. Kanë qenë kriminalë, kanë bërë vepra kriminale në vazhdimsi. Unë kanë qenë Hag si dëshmitar. Edhe pyetjen që ma ka bërë prokurori tha, kënd ti e konsideron armik? Tha, çdo kush që është i armatosur përballë meje. Po qoftë ai në uniformë apo civil. Ai ka armën. Luftë është një definicion. Vraje se të vret ai ty. Nëse ti se vret i pari, ai të vret mundësinë e parë të vret ty. Dhe kjo është shumë e ligjet luftës. Atë lutem. Edhe nuk shkon luftë për me pi çaj Rusë dhe me bë muzikë, po shkon me luftua, me vra
Me vro okupatorin, me dëbu okupatorin, se ne bëni vetëm luftë për liri. Absolutisht. Ne kemi pas edhe këto, falem, ne kemi pas edhe rob në zonën gjatë luftës, ushtar sërbe, kemi pas besa shumar të armatosur, ne kemi pas police, kemi pas të kalibrave që kanë qenë të armatosur, edhe kemi lëshu. Dhe me thonë, asë një të burgosur, asë një të zonë rëbë, na nuk e kemi ekzekutu. Kjo të regon se rezultetin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, si ka qenë, them, 100 herë ma ushtri profesionale si ka qenë ushtria armiku jënë përballë që kemi pas. Po mos t'ishte kështu, nuk ishte bon NATO me neve në realitet. Absolutisht. Se politika u bon më herët, të gjitha, por në fund ishte NATO-ja dhe UÇK-ja dhe NATO që është liru në këtë vend, dhe nuk e kishë bon aleat një ushtri pa regula, të pa definuar. Vërtet gjithë shka u zgjua, me 5, 6, 7 marsë, dhe gjithë gjë u zgjua, gjithë shqiptar, në gjem, në gjak, në u zgjua. Edhe në botën e këngës, absolutisht mundoheshin artistët të mdhej që t'ishin ajo logistika morale, e shpirtërore, e tërë kësaj. Prandaj po duhen vazhdim që spektatori dhe telespektatori le ta ndjekun e kam përgatit enkas një lloj mini kollazhi të disa këngëve të bukura dhe po shkojmë me marketing dhe po kthehemi pastaj. Aty dikon edhe Mihria thret, hey, a ka edhe një pushk për mua, pastaj unë i thosha, pushën e kemi sigurua, po nisesh, qa po bëjmë. A ndjekim? E ndjekim edhe shkojmë me marketing e kthehemi ka.